Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi hakerimin e një prej institucioneve më të rëndësishme në vend, SPAK-u, duke e cilësuar atë një akt të rënd. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha ngriti disa pikpyetje për këtë sulm, pa përjashtuar edhe vetë prokurorët e posaçëm. A është hakerim apo vetë hakerim? Unë nuk e di. Tani pjesa e parë, por është gjë shumë e rëndë. Është kjo mundet dhe një luftë të brendshme brenda planeve mafioze të Partisë Socialiste. Më shëmbëllet si historia e statuseve të Erion Velis. Statuset ja shkruhet e Rama dhe përgjigjen skapi ja jep të Erion Velis. Edhe këtë hakerimin duhen t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. Berisha komentoi edhe raportin vjetor të SPAK-ut e shqetësimin e prokurorisë posaçme për rënien e referimeve të veprave penale nga policia. Prodash Matrix, ky Ilir Matrixi, ky shkoi aty pikërisht për të bërë këtë gjë. Po mo. Ilir Matrixi u emërua aty pikërisht për të mbrojtur krimin, për të fshehur dosjet e krimit dhe për të mos i dorëzuar. Ministri vet është një ushtar i pojës. Por nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili është një prej politikanëve që ka kritikuar më shumë prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit, shmangu komentet për atë pjesë të raportit vjetor të SPAK-ut, ku reflektohet shqetësimi për presionin politik mbi prokurorinë.